geschmaun. Të nderuar dëgjues të programit Mirëmëngjes Shkodër. Në këtë studio jam së bashku me drejtoreshën e Teatrit Migjeni, zonjën Rita Gjeka. Mirë se erdhe Rita, të përshëndes në këtë fillim dite, e cila patjetër duhet të ketë impulse shumë të mëdha në aktivitetin tënd, në natyrën tënde, por edhe në drejtimin e një institucioni të tillë artistik shumë të rëndësishëm në qytetin tonë siç është Teatri Migjeni. Ne jemi një ditë para premierës dhe sigurisht janë ta 24 orëshat që nuk mjaftojnë asnjëherë. Jemi gjithë të angazhuar në punë, është një pjesë austriake e cila vendoset në skenë me rastin e vitit të Austrisë. Dhe për këtë shfaqje na ka ndihmuar edhe ambasada austriake, e cila ka pagu, ma mirë me thanë, me ratu muhabetit, ka pagu regjisorin e shfaqjes, kurse prodhimin e shfaqjes, aktorët e tjerë të cilët na jena detyruar këtë herë me i marrë, po thona bërgj, janë 3 vajza që kena marrë nga Tirana, ata janë të paguar nga Bashkia Shkodër. Po. Kjo është puna juaj administrative, por nga ana tjetër, po të kalosh në rrugët e qytetit, ka një bombardim me plakata. Pikërisht në këto ditë, është kjo shfaqja Reagan, ose Rrethi, më pas Turbo, aktorit mrekullueshëm Sandor Ruçi dhe Gomari Babatasit. Është natyrisht unë si shkodrane ndjehem shumë mirë që jeta e qytetit fillon me këtë sezon të bukur artistik, edhe që do të ketë vimësim. Është fillim sezoni. Unë mund ta quaj të tillë për arsye se si shfaqje e teatrit fillon me datën 14, edhe pse them drejtën nuk ka se kena pas një shkëputje sezoni, sepse ne kena pas aktivitete dhe shfaqje edhe në Korrek edhe në Gusht. Do të thënë teatri nuk është myll, po thona asnjëherë. Me datën 6, nuk e di a keni kanë prezent, po ka kanë Kateri Radës një opera moderne ose performancë, si doni mund ta quani, nuk ka nga Tirana, ka nga Italia. Një super shfaqje, mund të them, edhe e denj për hapjen e një sezoni artistik në qytetin e Shkodrës. Unë mendoj se Shkodra ka gjithmonë sezonin të hapur. Ndoshta tashmë janë shumë shfaqje, edhe me thënë drejtën kam shumë kërkesa edhe për sallën nga njerëz, nga persona të tretë ose nga shoqata, por ty kem se na kena shumë shfaqje për veri, nuk e kam pas të mundë dhe më vjen keq që nuk... Gjithsesi të frekuentosh sallën dhe të shikosh në skenën e Teatrit Migjeni është diçka shumë e bukur. Është kënaqësi, ndjesi të shumta, edukim, lidhet me një traditë të hershme që qytetarët e Shkodrës të vinë në teatr, të përshëndeten, të krijojnë një ambient të mrekullueshëm dhe të shijojnë një shfaqje të bukur. Gjithmonë Teatri Migjeni ka qenë magjik. Magjik në sensin se në momentin që vën kamen atë sallë, nuk po flas për në skenë, se skena është të gjatë krejt, pastaj. Në momentin që vën kamen atë sallë, ti mbrana vetes si spektator ke një ndjesi të ndryshme nga sa që një kafe, sa je në rrugë, sa kjo është e padiskutueshme. Unë po thuj se njoft të gjithë spektatorët që vinë në shfaqje. Unë mund me dhanë përgjigje edhe për kur kam vetë shfaqje, që nuk kam kontakt të drejt për drejt, por në momentin që unë nuk kam shfaqje, unë gjithmonë rritet dera dhe kam një kënaqësi jashtëzakonisht të madhe kur i pres. Pra kur nuk jeni ju vetë në skenë. Kur nuk jam vetë në skenë, unë i takoj. Kur unë vetë jam në skenë, kam, nuk e di, është një njësi, ndoshta e fitu më nërë vite, sepse po bëhen, janë bërë 33 vjetë që unë punoj në teatr dhe unë edhe nga skena lartë, unë e di kush vjen. Dhe më thënë jam gati me dallu dhe rrallën vendin ku ka me ky ka. Në këtë prizëm ju thoni që spektatori i Shkodrës është një spektator i garantuar. Spektatori i Shkodrës, përveç sa është një spektator i garantuar, dhe më thënë i kena të ndame një çik gjana, ka spektatorin e estradë, spektatorin e muzikë, spektatorin e teatrit, i cili është paksa më i kultivum në sensin që ka ma dëshirë me një gjana i fije ma serioze.
Është i garantum në gjithë seanset, sepse në fundit po ta vesh re si sa spektator, ne akoma nuk I kemi bë ato llogaritë e vitit të së vjetshëm, por për shembull në 2017 është një shifër e cila më rrin vazhdimisht në tru, janë 41.370 ose 80 spektatorë, dhe nuk është një shifër e vogël për një qytet si Shkodra që në fundit 200.000 veti ne na vinë spektatorë me furgona nga fshatrat, janë ka njerëz përgjegjshëm, ka njerëz artdashës të cilët organizojnë këtë. Për mua kjo është e rëndësishme, dhe për shembull mund vinë nga Dajçi furgon me tri, po ka më lezet, ka më bukur se me I pa ata spektatorë. Them drejtën, ky është hapi përpara I teatrit, domethënë që thret edhe ato të cilë ndoshta me vite nuk janë kujtu se ka një teatr. Shumë bukur. Shumë e bukur po. Shumë e bukur sepse kjo ardhje e tyre tregon punën tuaj, tregon atë joshje, atë magnet. Është detyra jonë, domethënë me kjo joshje që ju po thoni, vjen si rezultat I përzgjedhjes, dhe them të drejtën unë ndihem mirë sepse kam edhe një bord përzgjedhës shumë të mirë. Domethënë bordi përzgjedhës është I krejt qytetit dhe janë emrat më të njohur në qytetin tonë. Ma mërmendje se dhe ata nga dashuria që kanë për teatrin dhe për artin në përgjithësi, se ata nuk janë vetëm për teatrin, edhe ata këtë përzgjedhje në bazë të pulsit, këtë përzgjedhje bëhet në bazë të pulsit spektatorëve. Dhe mendoj kjo është ajo çelësi I suksesit. Po, Rita, ju e quni natyrisht një sezon të gjithë vitit, por gjithsesi vjeshta hap një dritare aktivitetesh. Është shumë, vjeshta është, ka kanë gjithmonë. Ka kanë gjithmonë, dhe në qoftë se ju e veni re të gjithë festivalet, të gjithë llojet e festivaleve në qytetet ndryshme, sepse Shkodra, siç e dini, është një festival, është një qytet që nuk ka festival, ka festivale gjithkohsh në javë, por ne shkojmë në për gjithë këto festivale dhe kthehen aty plot gjithmonë, them drejtën. Vjeshta ka magjinë e vet sigurisht, edhe ajo në kjo se në verë nuk noll ajo ndrymja mbrëm në një institucion siç është teatri, në vjesht është paksa edhe më e thjesht fizikisht. Po. Në të vërtetë, çfarë ju po I servirni në këtë periudhë, përveç kësaj shfaqje, të cilën mendoj të ndalemi pak më gjatë, në shfaqjen e parë, Reagan. Në vazhdim, meqense ju keni një bord që ju mbështet, që studion ecurin, çfarë mund të thuhet për fillimin e këtij sezoni dhe në vazhdimin e tij? Ne fillojmë me Rethin, ose siç e kemi lanë faktikisht Reagan në gjuhën austriake, për arsye se është një shfaqje shumë e madhe, është një shfaqje që kanë bërë pothuajse gjithë teatrat e botës. Janë 10 dialogje të cilat kanë të bëjnë me dashurinë nërthojza. Them dashurinë nërthojza sepse çdo njeri nga çiftet të cilët kanë një marrëdhënie të caktuar, një marrëdhënie dashurore prap nërthojza, po them është më mirë një marrëdhënie seksuale ndërmjet njëri tjetrit, e kanë boshe. Pra e kanë gjithë secili prej tyre kërkon dashurinë dhe nuk e gjen. Gjithçka sillet rreth një mënyrë boshe të jetesës, edhe që faktikisht edhe regjizori e ka bërë shumë të qartë me aktorët e me trupen. Është një marrëdhënie e cila është e pandershme, një marrëdhënie e cila vazhdimisht është në kërkim, se tjetër gjë njerëzit tjetër gjë thonë dhe tjetër gjë bëjnë. Në jetën e përditshme po ta shohim këtë për shembull, edhe një përshëndetje, një mirëmëngjes, gjithë lumturi, edhe ndoshta ti s'do më pa me sy etj. Kjo është krejt e vogla e kësaj që po them, sepse në përgjithësi ndoshta këtë radhë është hipokrizia karshi vetes, domethënë edhe mos respekti karshi vetes që ka njeriu, dhe nuk noll shpesh.
Jo më ka 100 vjet që është shkruar dhe ka 100 vjet që vehet në për teatret më të rëndësishme. Unë nuk e di se si do ta presin publiku i Shkodrës, por mendoj që publiku i Shkodrës është modern, ndoshta është e vënë në skenë paksa më ftoft, se gjithmonë ty ka një regjisor austriak i cili nuk njeh edhe mentalitetin shqiptar, pavarësisht se ai ka ndaj vazhdimisht edhe me trupen edhe diçka ka kuptuar edhe prej kësaj. Megjithatë është një hap përpara edhe për teatrin edhe për qytetin. Mund të ketë reaksione, se për shembull mram mas një konferencë shtypi ku njëri prej aktorëve e bani një lloj paçarizi në përgjigjen e tij faktikisht, duke thënë që është shpejt për ne nuk jena as moderna, është fjala për Frederik Fistanin, i cili ka tashmë shumë vite që ka dalë në pension, edhe një portal Shkodra News, nuk e di. Çka këta vajzat më thjerrën telefon më thanë se sa shkruaj kështu. Pas ka shkruar që njerëzit që postulojnë në atë kërcënohen me pushim nga puna, diçka tillë. Portal, domethënë mohabet portalit. Po nuk ka si me kanë sa i ka 6 vjet që ka dalë në pension herë për personin për cilin flitet. Dhe këta rrenat e portaleve ndoshta ata doin me ba audiencën e vet, doin ata lajket e pra mesazhi i kësaj pjese është tepër njerëzor. Absolutisht njerëzor, është për ditë, është një gjë që e cila ndodh për ditë. Megjithatë gjuha është e guximshme. Dhe për këtë spektatori duhet të jetë i përgatitur në mënyrë që të kuptojnë thelbin e kësaj loje. Ju thatë që në përgjithësi dhe më herët keni informuar që jo vetëm që do të jetë një shfaqje me një konceptim të veçantë, por edhe aktorët janë përgjithsisht moshere. Vajzat janë moshere, ndërsa meshkujt shkojnë edhe deri te 70 vjeç, sa që shpriti sot. Po. Ndërkohë në role, se mund të kenë një vit më i ri po më me teatri, Ndërkohë ju thatë që kemi marr pak borxhe për realizimin. Po, kena marr 3 vajza. Kena marrë 3 vajza nga Tirana, sepse regjizori insistonte që i duheshin 5 vajza të reja. Teatri Migjeni ashtu jo kompletu si trup, por nuk kompletohet për një vit e 2, kjo dihet, se më thanë, sepse kërkon breza, ne kena vetëm 2 vajza të reja. Atëherë ai vet ka bërë një sondazh në për Tiranë, ka bërë audicione të gjëra të ndryshme dhe ka zgjell 3 vajza, të cilat janë për hir të vërtetës, janë 3 vajza shumë të talentuara, të cilët janë të akomoduar në teatr, i mbështesim ne ekonomikisht, i mbështesim ne, si më thënë, edhe ushqim, edhe fjetje, edhe pagesën, i mbështesim ne me fondet e Bashkisë Shkodrës sigurisht. Ndërkohë, unë do të thosha që këtu hedhim paksa vështrimin tek një problem që mund të ketë curia në punën në teatrin Migjeni. Ardhja e të rinjve. Nuk e di nga shkolla preferojnë të vinë këtu apo krijon një lloj problemi, sepse në kohët më të hershme të vija aktor në teatrin Migjeni ishte një super privilegj. Të hipje në këtë skenë ishte vërtet një magji dhe një mrekulli. Është prap një privilegj të hypesh në skenën e teatrit Migjeni. Së pari, aq më shumë do e mnohesh pastaj. Faktikisht ata të cilët marojnë Akademinë e Arteve dhe banojnë në Shkodër, pra që e kanë të thjesht të përballen me një rrogë minimale faktikisht është, sepse pushteti vendor ka të përcaktuar nga qeveria se sa duhet me kanë rroga jon. Ata as nuk diskutohen që merren në punë dhe kanë ajo që pak kohë për pak kohë është kompletu trupa, domethënë janë marrë 4-5 vjet për një herësh, 4-5 vjet për 2-3 vjet. Mirë, po 4-5 vjet për 2-3 vjet i bën me kanë kryt 10 vjet dhe pasi që ndë teatri, nuk ka këtë thjesht kjo. Megjithatë trupa avash po kompletohet, ne kena një moshë e cila na mungon, është mosha 14 deri në 50 vjeç, si më thënë, si për meshkuj pak më e thjeshtë, në fakt se kena edhe pak sa, po për femrat është shumë e vështirë me u gjetë kjo moshë, por ne e përballojmë sepse në fund të fundit jemi të gjithë aktorë teatri. Ndoshta sepse periudhat që kaluam edhe në një periudhë tranzitore në jetën sociale. Ky tranzicion jo i gjatë për 28 vitesh ka lënë shenjat e thella të mos kokçarjes edhe në teatrin Migjeni. Në estradë, në trupën e estradës është edhe aty kena mungesa shumë, megjithatë ata që bajnë
domethënë trupin e estradës ata janë si të pa pensionueshëm. Edhe pse në letra, si të përjetshëm. Si të janë të përjetshëm, sigurisht se po të flasim këtu për Zeliha Milotin, edhe të mos ta quajnë përjetshme, domethënë do të ishte një shaka e rastit, nuk mund. E mrekullueshmja. Unë kam nevojë të ndaj, unë absolutisht të gjithë. Dramja. Të gjithë. Unë kam nevojë të ndaj, sidomos për Zylin dhe Besën me cilët më ka rasti edhe me punu, sepse unë në estradë kam punu vetëm një herë, kam bërë një rol, një sketch para disa vjetëve, domethënë që edhe aty ishte rastësi se mungote Katrina shkoi në jashtë shtetit edhe unë detyrova me zëvendësu Katrinën në një rol që unë jam kënaqur po thon drejtë se kam luajtur me Paulin Praka me Zylin me një kompani super. Po gjej rastin me falenderu shumë këto Zylin edhe Besën, të cilët kanë të inseruar në shfaqjet e teatrit Gomari Babatasi. Dhe them drejten, e them gjithmonë me shumë emocion edhe me Zylin unë kam pas gjithmonë marrëdhënie shumë të mushta dhe marrëdhënie dashnie në kjo se mund të quhet, kurse me Besën paksa ma rrallë jam hasë. Dhe janë persona shumë dashamirës. Por ma lënë të thamon këtë gjanë, si më thanë. Marrëdhënia me Besën, e cila u ba ma e ngushtë me këtë shfaqje, më mësoj mu, sidomos një turne që pat me në Tiranë, edhe që mu më duke i vështirë për Besën e për gjithë kanë se nuk ka si me kene thjesht, mu mësoj me dasht edhe Besën. Edhe unë e thamë me gojën plot sot që unë nuk kam dit me e dasht Besën, nërsa sot di me e dasht, si Besën, si Zylin, si gjithë, nuk du me përjashtu kërkem, por marrëdhënia e jeme me këta dy figura në një shfaqje teatri, të cilët na bane me respektu deri në fund kambe, sepse në fundit ishin ata të cilët u inseruam më parë se gjithë në një tekst, domethënë Zyli Miloti ka mësuar tekstin njësoj me Jozef Shirokën, e ka mësuar për herë tekstin, dhe nuk është një gjë e vogël, sepse ta mendosh mjeshtra. Absolutisht. Mjeshtra me më të madhe. Ndërkohë, duke qenë në krye të këtij institucioni, kemi mund vjen me qesh edhe në krye të këtij institucioni. Edhe i vedi shumë shpesh në bisht dhe në shërbim të këtij institucioni, dhe nuk më vjen marrë fare që unë jam në bisht dhe në shërbim të këtij institucioni, sepse një status, një institucion i cili është dashnia e jetës tënde, dhe ti e konsideron si një fëmijë tan, nuk mundet me kanë kurse se nuk mundesh me kanë kurse se në krye. Sepse në qoftë se ti je në krye dhe i shef gjanat në analit nuk ka lidhje. Titullin e bisedës së sotme e kanë konceptuar në këtë dy pozicione. Një drejtoresh dhe artiste. Drejtoresh artiste. Pra është një pozicion i dyfisht, sepse ke përpara projekte që ne po themi nisem me vjeshta, që vazhdojnë për gjatë. I kena madhor projektet, të të drejtën, i kemi projektet madhore se i kena shumë të maja si projekte. Ne me njëherë mas kësaj dhe të vazhdojmë, kemi Gomarin e Babatasit, të cilin për hirës vërtet kena me kërkesën e spektatorëve, sepse ka shumë njerëz që për një gjallë se për një tjetër kanë me të pa dhe pse kena dhënë 10 herë. Prap ka njerëz që nuk e kanë pa dhe është unë ndiva si detyrë qytetare faktikisht, dhe me datën 23 gjej rastin nëpërmjet emisionit tuaj të them ti ftoj edhe ato të cilët nuk e kanë pa, domethënë në orën 7 me 23 ditën e dile i bjen, është në marrë shumë e madhe, se janë 60 vetë për një herë në skenë, dhe du të falenderoj Kujti Malin bashkë me bandën, të cilët ne kanë zbukuruar shumë atë shfaqje dhe i ka dhënë vlera aq të mëdha asaj shfaqje. Pastaj do të shkojmë në Tiranë, se kena festivalin, është festivali i parë kombëtar i dramës, i cili zhvillohet në Tiranë. Me 29 kena të shfaqje. Do të merrni pjesë me cilën? Me Gomarin e Babatasit. Dhe e kjo është një nërmarrje shumë e madhe, se si thash janë 60 vetë, tema është aktuale, unë mendoj që Gomarin e Babatasit duhet ta dëgjoj edhe ta shoh çdo shqiptar se ka nevojë për me. Është domethënë një mësim historik shumë në fakt shfaqje që ju keni dhënë për gjatë gjithë kohës, por le të shohim vetëm shfaqjet e fundit, po i themi Tartufi, Gomari Babatasit, shfaqja që Tartufin e kena prap në repertor. Të gjitha janë shfaqje që godasin, janë shfaqje, janë pjesë literaturë shkruar ndoshta me vite, por që sillen në një rraf shumë aktual dhe që godasin jetën, problemet sociale. Kjo është detyra jonë, kjo është detyra e teatrit, të godas shoqërinë, defektet e shoqërisë dhe të bëj me një fajtor, jo për me një fajtor e me një keq spektatori, po t'i thrasi mendjes,
sepse është shumë e thjeshtë të knaqesh një spektator, edhe ata të shkojnë në shtëpi krejt të lumtur, të qeshun dhe të mos menojnë. Po nuk është detyra jonë kjo. Ne nuk jena klouna. Natyrisht. Ne jena artista, ne jena aktor të cilët kena një ndërgjegje të avancume dhe kena detyrë që të edukojmë spektatorin dhe me eduku spektatorin e sidomos me fenomenet negative, sepse këta pozitive që andajnë, është ma e thjesht. Është detyrë qytetare, por jo vetëm detyrë qytetare. Është morale, është sociale, është njeriu ka nevojë që eksperiencat e veta t'i shpërndajë me të tjerët. Dhe vetë për zgjedhja e repertorit, si të Tartufi për shembull, i cili është një ma mërmenja në pjesë ma të lujtuna në botë, pa asnjë diskutim, por e sjellën në kohë, sepse ne kena një Tartuf me celular në dorë. Dhe me thënë, është e sjellën në kohë, pa e ngacmu fare dhe pa prek fare tekst, se kur e mendoj tash që i kam ballë të snisht, famë si kam mujt, e kam ba. Një Tartuf i cili ka shëtit në gjithë festivalet e mundshëm të sezonit të shkum dhe ka marrë të gjithë dhe ka marrë 5 çmime, natyrisht një mrekulli, një vlerësim i jashtëzakonshëm. Ju jeni aktoria më e mirë e një ndër çmimet e mrekullueshme. Po, unë në 2 festivale kam marrë aktoria më e mirë. Mu dukshin krejt vogla, në qoftë se unë nuk do t'isha kërë drejtoresh, sepse unë e kam provu ty mos kërë drejtoresh, por më dhe më thonë një krenarie jashtëzakonshme se mora çmimin, por masi që më asha çmimin mrapa fill vinë të faqja më e mirë dhe ti pret me e mora çmimin me të thanë manë ka marrë karamel, se nuk mu do ka si sen kur e mora, sepse prit ç'a mund të marrë dhe të drejtën knatësia më e madhe ka kanë kur në Preshev, sidomos në Preshev. Ne morëm çmimin shfaqja më e mirë, pra çdo njëri kanë ishte shumë i vlerësuar, jashtëzakonisht i vlerësuar. Sezonet e fundit, por gjithmonë jeni aktivizuar si aktore. Keni bërë monodram, 10 urdhënimet, keni fituar çmimin aktoria më mirë. Presim të tjera, unë e di që zoti inshallah unë monodram nuk bëj thash shumë e rëndësishme. Dhe në pozicionin në cilin unë jam do të ishte mëkat në fakt me bani monodram, sepse duhet me u dediku dhe nuk mundesh të me ba një rol për fillimi deri në fund dhe me ba drejtor, nuk mundesh. Unë mundem me pranu në një rol se e kuptoj tashti me rregën që unë nuk kam pas rol, ato që gati vite si keq, pa që ishi vete vajza të reja, nuk e duka për të reja të regjisorit. Kuptoj që unë dedikohem ma shumë, mirë, por në momentin që ti ke rol të bëhet një super vështirësi, pra shumë e madhe përgjegjësia, them drejtën dhe punoj më mirë kështu, vetëm kur ti je domosdoshme, unë kam me marrë. Unë ruaj një kujtim personal kur të telefonova për shfaqjen e Tartufit, më lën merita se kam rol sonte. Me pas rol dhe me pas rol si Dorina të Tartufit, që kur e kam marrë, ka një kryvepër se më duk a shërbëtoria Dorina. Edhe mund kisha pa lexuar Tartufin qysh shkollë. Po, shkollë të mesme, nuk di gja sa kisha pa lexuar hiç Tartufin. Edhe shoh aty që ishte Dorina shërbëtoria. Edhe hiç mend që ti mendon se të gjithë pjesët e Molierit, shërbëtoria Stromollarit dhe çfarë, pse të ndova për aty për atë. Tha sa mirë shërbëtoria, se më tha një dy batuta kam me pas, ideja janë. Kur filloi leximi. Shërbëtori. Performimisht rol kryesor, si më thanë, dhe regjizori i Jon Shavedashton, dhe mendoj më i veçanti në jetën time, me përjashtim të njerëzve të mi si babi, Serafini, këta që janë gjako jem. Kushterimi është unë nuk e di, një njeri për cilin normal, jo vetëm mu, gati për ditë, është një njeri për cilin ne flasim për ditë. Një regjizor i cili erdhi najti me ne 2 muaj e gjys, nga Shkup, a jeton në Shkup, ka lind në Kumanov, jeton në Shkup, është shqiptar i Maqedonisë, edhe shumë shqiptar,
shumë i kulturuar, shumë zotni, shumë i dashur, kavalier, domethënë çan mundet, çfarë lloj vetish mundesh me i rreshtu një personit i kishte ai. Në fakt, Teatri Migjeni nuk ka regjizor në organik. Tashma po, kena një regjizor i cili merret me Ilir Dragovoja, i cili merret me shfaqjet e fëmijëve, është i ri, jo në moshë, po në emrim. Në emrim tek kjo. Ky djalë i cili najti 2 muaj e gjys, siç thash me ne, u bë pjesë nuk meti asnjëherë si mish i huaj, u bë mish i joni. Dhe unë mendoj se çdo njëri prej aktorëve, por jo vetëm aktorëve, prej punëtorëve, prej deri te roja, deri te plumi, u dashuru me këtë njeri, u dashuru me artin e tij, u dashuru me sjelljen e tij, u dashuru me saqë në çdo premierë personi i parë i cili bën nërmend është Kushtrim Bekteshi. Nga njëherë të qeshen të shoqet e mia sepse unë e shkruaj edhe në Facebook Kushtrim Bekteshi me mori malli kur kam një problem. Sepse ai ishte personi i cili të zgjidhte gjithçka. Dhe unë mendoj që don Zoti i Madh e bahena prap në 2019 me punu me kushtrimin, se kushtrimi është shkollë në veti. Është vërtet shkollë në veti. Rita, si artiste, kush ka ndikuar më shumë tek ty? Qoftë në jetën personale, private, qoftë në atë artistike. Cilët kanë qenë ato persona apo ato gurmi të cilët ti ke hedh hapat të rëndësishëm në jetën tënde? Unë nuk mund të ndaj në njerëz të veçantë, sepse është një mënyrë jeteset në fakt. Unë në kjo se do ta filloj me fillimet e mia të hershme tashma se u banë shumë vite, asnjëherë nuk kam pas ëndër me ba aktore, nuk ka qenë ëndra jeme ka qenë me ba arkitekte, por nuk du të nalem tek e gjaja se gjithmonë ja po biografia që Po. Jam lodh tashma, e dim gjithkohë që s'ka pas të drejtë me studiu atë që ke i dasht, jo vetëm unë, por shumë si unë. Po gjithsesi ti e morë rrugën tënde. Me shumë vështirësi, sepse unë jam një person shumë kokfort në këtë pikën, pa munges, nuk du me kenë modeste absolutisht, unë jam një gru shumë punëtore dhe objektivat të cilat ja caktoj vedit, të peshum, sepse unë nuk përcaktoj objektivat të cilët janë shumë në ajër. Të parritshëm. Objektivat e mi janë gjithmonë të peshum shumë. Objektivin që i caktoj vedit unë e realizoj sepse nuk kërkoj kur që i qërnhell, nuk kërkoj kur të pa mujtunen, kërkoj me shumë kam në tokë gjanat të cilat unë e di se i meritoj dhe unë e di se mundem me i realizu. Dhe me këtë du të thamë që me shumë insistim unë dega e arti dramatik ishte vetëmja dege cila nuk kërkote ato vështirësit e tjera, por ishte thjesht me konkurs ku shkote në kohë teme me shku artistas për ta barte njeriu se si më thanë kja. Në është të thonë edhe sot nuk e di, nuk e një këtë gjamë, por nuk më interesën, nuk më ka interesu kur, sepse shpadat i kam pas të dzeta, se kam pas mëroj familjen teme, babën të parin, i cili për mu, ma nërmanja, si gjdo familje shqiptare, kanë ba sakrificat të jashtëzakonshme, me majt një fëmijë në shkollë, ka kanë sakrificë. 4 vjetë munges buket, dhe më thanë me përgjithmu buken familjes, sigurisht, dhe nuk mund të, ata janë themelin e mi parë, ose pësusim letërsisë, të fshpuzat, cilin e kam adhuru absolutisht gjithmonë, a i mullë të kam me shku për artë dramatik, unë thoshtë të më bërë arkitekte, shko për artë dramatik, sepse gjithë kush, prej kush më rëftosh, absolutisht, dhe më thanë është njëri, cilin e kam dasht si njerës të shpis, pas një vend bësh, mrapa, si më thanë, si që mundoj njëri njerës të shpis. A e din një jam këtë sigur për këtë sepse dha im ka dasht njësaj. Gjithë kanë ditë se unë kam talent dhe mundem me e ba, por mu më dukte si një gjatë që është një vajzë që po vehet diskutim dhe me mentalitetin dhe në atë kohë mund të keni influencu diqa dhe pëse sot nuk është ashtë po, duhet jenë. Rita, e curin të ndë si artiste, në një vënd e ke shprehur koha para Silvjas dhe koha pas Silvjas, vajza jote e mërkullshme. Kjo nuk është artistikisht, e ndarë artistikisht, është ndarë, e kam të ndarë me para Silvjas dhe mas Silvjas si mënyrë jetese, si
si gam mendimi, domethënë unë mendoj ndryshe, si edhe ndryshe, jetoj ndryshe. Ajo kanonit të mos kanonit nana është mungesë shumë e madhe mendoj për një gru. Çfarë i ka dhënë jetës tënde kjo vajzë? Gjithçka, i ka dhënë gjithçka, domethënë ka ndru prej kështu kështu, unë nuk di, unë maj mend jashtëzakonisht pak gjana, një që herë kur bisedojmë në punë, se kena Meritën kështu si arkiv të gjallë që difton për rolet e për gjana. Bëhet fjalë për Merita Smaja. Për Merita Smaja sigurisht. Një grua jashtëzakonshme. Fejume deve të tanishme, të gjithmonë, por Merita gjithmonë thotë më thënë, ama në filan shfaqe cilë vit ka kanë, thëmë, se kjo s'është para 2003, zikur që më sfjegon edhe, kujto, po, e maj mënë, kështu, po. Asë njëherë atë vëmendjen kurse tash i kam hapat matmatun, i kam hapat matmatun, në sensin që i më mëj shumë a gjatë gjanat. Po, gjithsesi, bashorti, vajza, janë në shtetë bashorti, është në shtetë shumë i mirë, sepse vajza ka ankesa, sepse ka të drejtë me pas ankesa, se mungesa që unë kam në shtëpi, unë i mungaj asaj, dhe më thënë, që se unë dedikohem punës teme, mundohem me marrë ka herë, për nuk ka se i pëlqen fort me ardhë, edhe vjen, po, jo shpesh, pjesa që unë mungaj në shtëpi dhe jam në punë asaj, nuk i vjen mirë hiç, shpesh më akuzon. Se du ma fort karrierën se atë. Gjë që nuk është. S'ka si beket, sigurisht. Ndërkohë, Rita, të hedhim edhe një vështrim, thatë që duke qenë përpara në fillimin e një sezoni në Vjesht, përpara keni shumë shfaqje, konkurime, por edhe për vjetore. Kemi shumë gjana. Njëna bajtesh me, nuk din kush me kallëzu kur i mendoj, vetëm se adhe nga njëherë kam fillu me përmend si shpesh më duket vedja si servilja e trupesh mbështetëse, sepse unë pata nuk muna me i ba të gjana, të të drejtën, unë kam disa punëtor, jo të gjithë, ka një përjashtim vogël, të cilët janë jashtëzakonisht të dedikuar për teatrin Migjeni dhe po janë po ata, aktivitetet janë shumë fishu, punëtorët janë po ata, nuk është të thjeshtë, nuk është të thjeshtë, sepse i takon me ba punë shumë fishe. Filloj me Regen, mandej kam gomarën e Babatasit, mandej me njëherë është turneu në Tiranë, Tartufin e kam prap në repertor dhe do të shkoj në festivalin e Tetovës, është 60 vjetori e Stradës, këto në është ashtë nevoja me unë alë pak sa ma gjatë, 60 vjetori e Stradës faktikisht të peshe kam të ndarë me televizionin shqiptar, sepse televizionin shqiptar falë mundësive që ai ka, arkivës, jena në bashkëpunim për me ba një dokumentar për 60 vjetorin e Stradës, sepse çfarë do lloj shfaqjet që unë të basha për 60 vjetorin e Stradës, unë nuk kam si me i njau ta në banushim në kompani, është e pa diskutueshme. Kështu që një punë të cilin e ka marrë përsipër Arjan Çuliçi, një shkodran i mirë, një regjisor i mirë dhe një person shumë i aftë, të cilin për shasatin se do të ngel më rrit tashma. Ndoshta të ndjek në Facebook në këto momente. Arjani, përshëndesim. Arjani s'ka Facebook, harroj Arjani. Ai ka marrë përsipër me bën këtë dokumentar dhe mendoj se është njeriu i duhur në momentin e duhur, edhe festa e madhe do të bëhet në momentin kur të kemi gati dokumentarin. Po. Ndërkohë për vjetorët të tjerë me teatrin? Sa të vjetë kena 70 vjetorin e teatrit. Si me të 60 vjetori e Stradës, kena dhe për vjetorit tjera, por për njëherë unë nuk mundë me i... Janë disa surpriza, se ndoshta i drejtohen figurave. Për figurave e caktuar të cilë kanë këtë për vjetor, unë nuk mundë me thanë, sepse unë kam të ndërtu me krejtë regjin në bazë të surprizës. Është shumë e bukur. Disa personave të tjera. Është bashkëpunëtare në karakterin, në personalitetin tuaj, ky lloj aktiviteti, madje organizimi i festave, i surprizave, kam parasysh ditëlindjen e së madhes Tinka Kurti, në këto momente, domethënë vërtet emocionohem për një aktori që i ka dhënë emër artit shqiptar, edhe që është shkodranë.
Ne kena shumë të tilla. Tinka sigurisht është në maja e icebergut të artit shqiptar e Shkodran pas një diskutim, por ne figura si Tinka kena shumë. Vit mas viti, dit mas dite, muj mas muj do t'i shohim. Si kam sekret për zot, pas vetë me zjarë. Ja, pra se mua më pëlqen të bisedoj me ty për vetë mënyrën edhe artin e komunikimit që ju keni. Por nuk mund të lë pa tik pa të pyetur edhe për diçka. Ju thoni që mos më thuaj drejtëresh se jam në fund, kam një jetë aktive natyrisht, je artiste, por je edhe veprimtare e madhe e jetës sociale, shoqërore, merr pjesë aktivisht për mbrojtjen e teatrit, për mbrojtjen nga shumë fenomene negative siç janë dhuna, vrasjet e tjera. Je gjithmonë për krah në qytet, je shumë aktive. Cilësia thelbësore e një personi të me kam në tokë dhe me mend në kry është nërgjegja. Që thonë prekem në nërgjegjet teme, me ashtu si i mendoj unë xhanat sigurisht që do të çoj zanin ten. Zani jam shkret një pikë në oqean, po i bashku me të tjerë, të bati malë. Sa bukur. Duke qenë zëri një artiste, i një gruaje, i një njeriu shumë social, do të thosha, siç është Rita Gjeka, i një aktore që drejton një institucion me kaq emër, me kaq dignitet, me kaq personalitet. Peshë madhe, është në drejtu teatri Migjeni, është peshë madhe. Unë kam të marrën me shumë përgjegjësi, e kam të marrën me fort zemër, është ndoshta e suksesi i drejtimit të këtij që unë se kam ditë, se kam edhe menaxhere, e zbulova tash. Ja, pra që e zbulova. Por unë mendoj që vetëm dashnia. Domethënë pa dashni asnjë gjë nuk bëhet. Kurse dashnia mandej t'i bën tan atyrat mrapa. E mnuesi përbashkët i gjithë punëve. Tan llojeve të punëve, sepse gjithmonë shpesh tallem, edhe me dashnu me shin shkallat, nëse nuk të pëlqen në atë moment i shin keq. Natyrisht. Një gjë krejt rëndomt, pra. Një gjë rëndomt. Rita, unë jam shumë e ndërgjegjshme se në një bisedë me kaq minuta sa ishim ne bashkë në këtë studio, nuk mund të prekim të gjitha rrugët i gjëra, por edhe aksesorët e një institucioni të tillë siç është teatri. Megjithatë, ditë pas dite gjithmonë mbetemi të interesuar për shfaqje, për veprimtari, për aktivitete. Mirëmëngjes Shkodër është një derë e hapur për të gjithë, sidomos për artistët që janë personalitete. Ne këtë muaj e kena shumë full dhe unë nuk e besoj se mund të marr prap, sepse është edhe takimi i bandave, i cili bëhet për herë të parë si mjet, janë një band. Nuk është thjesht edhe kjo, sepse është një organizim që vjen po nga teatri Migjeni dhe kena vështirësi tona që ka përcejmë të gjitha, pa asnjë diskutim, edhe me njëherë në tetor përveç shfaqjes së estradës e cila ka premiera starton me datën 4 tetor, është festivali Lulebor. Është festivali i këngës qytetare, mandej vjen Lulebor mbrapa, i cili është përsëri si vjet në kemi ngarkim të themi si dhe ajo orkestër e estradës e mrekullueshme. Absolutisht, sepse aty bëhet një përzgjedhje shumë kultivuar shumë me sakt, si vjet kemi 2 drejtora teknik, të cilët janë udhëhec artistik, të cilët janë Roland Guli dhe Ilir Zoga, të cilët po përpiqen kemi bërë përzgjedhjen e këngëve, kemi shpall fituesat e këngëve. Ma mërmendja ka me kanë një event është me 26 dhe me 27 tetor, nuk mund të lëvizin kjo data, sa është e mohabet. Të shpa e kuptoni, të pa e kuptoni ma nej. Nga surpriza. Asë se fije, vese, janë data shumë të rëndësishme për teatrin, për Shkodrën, për këngën. Rita, është shumë kënaqësi të bisedosh me ty, sepse jo, thjesht një bashkëbiseduese e mirë, por Dalla pasare me kualitet. Kënaqesh jo vetëm me informacionin, por edhe me këtë afrimitet që ti të jep gjithmonë. Ja, kanë shoqë gjithmonë. Po natyrisht në shkollën Vasil Shanto. Kujtimi i largët. Jo, ka një herë kur janë gjatë e bukura nuk të duken fort të largëta, i prek kështu. Spektatori dhe dëgjuesi në këtë momente që morën këtë informacion, besoj të bollshëm për këtë fillim vjeshta në sezonin artistik, një mesazh nga Rita Gjeka? Kjo është lumtun. Kjo është lumtun sot për gjithë ditë.
një nevojen me thanë që me u babashk arshit të keqes, me u babashk, sepse vetëm bashk përballohen situatat e vështira. Bukur. Me dasht venin, me dasht shokt, me dasht familjen, me dasht bukurën, me dasht mirën. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë dhe suksese me gjithë zemër ty si artiste, por edhe atij institucioni dinjitos që ti përfaqëson. Faleminderit Rita që ishe në këtë mëngjes në Shkodër, në